Meditim për kohën e Krishmës. E diela e 5 e Krishmës, misteri i vuajtjes, rruga drejt jetës. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju përshëndes Nora në këtë diel të 5 të Krishmës. Sot i afrohemi javës së madhe të shenjtë, një kohë e veçantë dhe e thellë reflektimi mbi misterin qendror të besimit ton, pra mbi vuajtjen, vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Pas përshkrimit të rrugtimit ton të pendesës, sot jemi të ftuar që të thellohemi në kuptimin e vuajtjes së Zotit ton dhe se si ajo na hap rrugën drejt jetës së pasosur. Për sot le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 12, vargjet 23 deri 25, ku Jezusi flet për farën që duhet të vdes për të dhënë fryt. Jezusi u përgjigj: "Arriti ora të lavdërohet Biri i Njeriut. Për një mend po ju them, nëse kokra e grurit e mbjell në dhej nuk vdes, mbetet e vetme, po nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet, do ta humb. Ai që e urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur." Të dashur dëgjues, këto fjalë të Jezusit janë thellësisht profetike dhe shpjegojnë misterin e pasionit, pra të mundimeve të tij. Ashtu si kokra e grurit duhet të bjerë në tokë dhe të vdes për të dhënë fryt të bollshëm, ashtu edhe Jezusi duhet të vuante dhe të vdeste në kryq me qëllim që ne të mund të kishim jetën e pasosur. Kjo e diel shënon një ndryshim në theksin e Krishmës. Ndërsa deri tani kemi reflektuar mbi pendesën tonë, mbi kthimin personal, tani sytë tanë kthehen drejt Krishtit, drejt sakrificës së tij më të lartë. Ne shohim Jezusin që ecën me vendosmëri drejt Jeruzalemit, drejt Kalvarit, duke i ditur se çfarë pret. Vuajtja e Krishtit nuk ishte thjesht një ngjarje historike. Ajo është një mister i pafund dashurie. Ai vuajti dhe vdiq për ne, për shpëtimin e çdo njeriu. Në vuajtjen e tij ne shohim dashurinë e Zotit që nuk njeh kufi, një dashuri që është gati të jap gjithçka. Për ne si dishepujt të Krishtit, fjalët e tij: "Kush e do jetën e vet, do ta humbas, por kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e pasosur." Janë një thirrje për të reflektuar mbi prioritetet tona. Të urresh jetën tënde në këtë botë nuk do të thotë të dëshirosh vdekjen apo që të jesh i pakënaqur me jetën, përkundrazi, do të thotë që të mos e bësh veten dhe kënaqësitë e kësaj bote qendrën e ekzistencës tënde. Do të thotë që të jesh i gatshëm të heqësh dorë nga egoizmi, nga krenaria apo nga dëshirat që na largojnë nga Zoti. Do të thotë të jesh i gatshëm që të marrësh kryqin tënd të përditshëm, si vështirësitë, vuajtjet, sfidat, dhe t'i ofrosh ato në bashkim me vuajtjet e Krishtit. Pikrisht këtu e gjejmë jetën e vërtet, atë të pasosurën.
Kjo javë pra është një mundësi për ta thelluar bashkimin ton me Jezusin e vuajtur. Le të meditojmë mbi misteret e mundimit të Ruzares, mbi udhën e kryqit. Le të qëndrojmë me Marin nën kryq, duke ndarë dhimbjen e saj dhe duke shpresuar në ringjallje. Le të jetë kjo e diel një ditë për të kuptuar se vuajtja, kur pranohet me besim dhe bashkohet me vuajtjet e Krishtit, nuk është e kotë. Ajo bëhet një mjet për transformim, për rritje shpirtërore dhe për dhënje frytesh të bollshme për mbretërinë e Zotit. Të lutemi së bashku. O Jezus, Ti që vdiqe dhe u ringjalle për shpëtimin ton, na ndihmo që ta kuptoj misterin e vuajtjes Tënde. Na jep forcë që ta pranojmë kryqin ton dhe të heqim dorë nga vetja, me qëllim që të mund të gjejmë jetën e vërtetë në Ty. Bëj që përmes bashkimit me pasionin Tënd, të mund të përgatitemi për të festuar me densi lavdinë e ringjalljes Tënde, Ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë diel ju ftojmë që të merrni një vendim konkret për të medituar mbi pasionin, pra mbi mundimet e Krishtit gjatë kësaj jave. Mund të jetë leximi i një pjese nga Ungjilli, lutja e udhës së kryqit, ose një akt i vogël sakrifice i ofruar për Jezusin. Lëreni vuajtjen e Tij që t'ju transformoj. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë javë të shenjtë. Ju mirpresim sërish nesër për meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.